الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun ta'ala falenderoj prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Jemi duke vazhduar në ligjërimin rreth temës së edukimit të fëmijëve. Në ligjëratën e kaluar kemi folur për edukimin e fëmijëve prej moshës së lindjes deri në moshën 3 vjeçare, ndërsa gjatë kësaj ligjërate me lejen e Allahut do të vazhdojmë prej moshës 3 deri në moshën 6 vjeçare. Kuptohet se këtë ndarje e kam bë në bazë të disa dietarëve që merren me studimin e psikologjisë së fëmijëve, e që është një lloj moshe ose mosha më e lehtë që mund me nda edukimin. Jo çdo sen që thuhet këtu mund me qenë për çdo fëmijë, po janë gjëra të përgjithshme që njeri duhet me i ditë për me i eduku fëmijët e vet ose edhe niprit e vet, pasi disa vese kanë kalu moshën e edukimit fëmijëve. Ndaj lesë Allahun që të na mundsoj me i zbatu këto gjana dhe me i pa rezultatet e tyne tek fëmijët tonë dhe tek gjeneratat e ardhshme me lejen e tina. Gjëja e parë që do të pas parasysh në këtë moshë është zhvillimi mendor. Është për qëllim se fëmia në moshën 3 vjeçare deri në 6 fillon një zhvillim shumë të shpejt mendor. Fillon të flas shumë, të thot fjalë, të ndërlidh fjalët, të kuptoj gjanat, të kuptoj se rreziku vjen prej lartësie, prej nxehtësie e të ngjashme, por fillon në mënyrë shumë të shpejt me avancu. Saqë një prind mos më qenë fort i kujdesshëm, mënet që fëmija i vetë në këtë periudhë, në këtë moshë me avancu shumë shpejt edhe për keq Zotin na rujt, që me mësu fjalë jo duhra, sharje, fyrje, edhe më bo shkak që prindi, nana dhe baba me u turpru para njerëzve në këtë botë, por edhe para Allahut në botën tjetër. Ndaj nevojitet shumë kujdes i madh që fëmijëve në këtë periudhë me ju nejt gati, dhe mujna me thonë është periudha më e shpejt dhe më e ndjeshme gjatë gjithë periudhave të jetës së njerit. Në asnjë kohë dhe në asnjë moshë njeri nuk mëson gjana më shumë se sa në këtë periudhë. Mëson gjuhën, të ecnit, për një herë mi dallu gjanat, shoqërinë, largohet prej asoj shoqënisë ngushtë familjare, moshën 4-5 vjeçare, veç fillon me u bashkangjit me shokë dhe shoqe në çerdha apo parashkollore, pastaj në klasë të parë, por ajo në periudha që shumë ka nevojë njeri me i ditë mirë dhe me mundu me ndiku të fëmija, sepse vetëm se përgatitet për me dalë dhe mu ballafaqu me sfidat e kësaj dunjaje. Ndaj këtë periudhë të madhe të nxënjes së dijes prej fëmijës, dohet që ta shfrytëzojmë maksimum edhe në aspektin e edukimit të tij në frymën fetare. Gjëja që e karakterizon më shumë të këtë moshë është pyetjet e shumta që fëmijët bojnë. Edhe janë të interesuar pothuajse për çdo gjë. Ndoshta të vetë me 10 herë se si quhet një lloj kafshë, apo një lloj zogu, apo një lloj lule, dhe pyet se pse dielli është kështu, e pse hona kështu, e pse po vjen nata, e ku është dita, dhe gjithë këto, gjithë ne
që Zoti na ka falë fëmijëve se jemi ballafaquar me pyetjet shumëta dhe kurreshtje të mëdha prej fëmijëve për çdo gjë që ata e shohin dhe e perceptojnë. Ndaj këtë kurreshtje duhet njëri me shfrytzu për mi dhon përgjigje që niveli i tij e percepton, që mundet me e kuptu dhe jo me dhon përgjigje të rana që fëmia nuk ka mundësi me e kuptu apo me neglizhu pyetjen e tij. Dhe padyshim kjo moshë karakterizohet shumë tek fëmijët fetar me pyetje rreth Allahut. Vetë Zoti a flen, a han, a pen, a ka nan, a ka bab, pra me gjona që ai ballafaqohet në jetën e përditshme, pyet për Rabbul Aleminin. Thot ku është Allahu, po du me pa, ndaj dohet që me pas përgjigje prindi karshi këtyne pyetjeve. E di se janë pyetje shumë të ndjeshme dhe gabimi i tillë do më Allah na ruaj me e dërgu fëmin devijim apo mos përgjigje ndaj këtyne pyetjeve mund me e dërgu në mohim të Zotit e ngjashme. Ndaj duhet që shumë me kujdes me marr libra që flasin për këtë periudhë, siç janë ato libra të fëmijë pyet për Allahun dhe dietarët përgjigjen dhe me u mundu me ju përgjigj apo dyshim pyetjet më të shpeshta që fëmijët bëjnë rreth Allahut Azza wa Jall. E libra ngjashme që janë gjuhën shqipe fal Allahut, ndaj me u mundu njëri me lexu edhe me u përgjigj. Po ashtu në këtë periudhë 3 deri në 6 vjeç, edhe prindit do të me lut njëjtin në rol në edukim. Thamë se fëmin e karakterizon shumë kurreshtja dhe pyetjet e shumta. Ndonjëherë ai nuk din me pyet për disa gjëra që duhet me pyet. Por ai s'din çka do të më bëj prindit, duhet me pyet fëmijën e vet. Mi thon pse dielli është nalt, kush e krijoi diellin, qiellin kush e krijoi, pse është pa shtylla. E ngjeshme që ja prek kurreshtjen e tina, edhe ngadalë mënesh me e shfrytzu me fjalë të mira, me shembuj të mirë, që me fol për Allahun Azza wa Jall, me fol për madhështinë e tina, me bo me dasht Allahun Azza wa Jall, me dasht pastaj edhe pejgamberin e tij, por zakonisht kjo moshë është që gjithçka ju intereson. A pyet është më i madh havaja, qielli, a Zoti, e pyetja ngjashme që ne jemi të obliguar me i ditë përgjigjet edhe me ju përgjigj fëmijëve në këtë moshë. Padyshim se disa gabime që bëhen për prindve në këtë periudhë janë shumë fatale, që i injorojnë pyetjet e fëmijëve apo nuk merren me to, i thotë mos pyet ashtu, mos vet ashtu, dhe e fut një farë konfuziteti të madh që pastaj mund me i kushtu Zotin na ruaj me mos kuptim duhun të fesë, apo Allahu na ruaj edhe me marr përgjigje prej njerëzve jo adekuat për pyetjet që i kanë. Se këto pyetje e bën edhe mësuesës apo mësuesit në shkollë, dhe ndoshta ai s'është musliman apo nuk beson Zotin hiç, e pastaj merr përgjigje prej tyne rreth pyetjeve që i interesojnë, por që mundet me mishrua ajo pyetje, ajo përgjigje në trurin dhe në trupin e tij, e pastaj me deviju fëmia. Ndaj në maksimum me mundu për gjitha pyetjet që pyet me i shkru, edhe nëse nuk e dina përgjigjen, dhe me hulumtu rreth tyne, apo edhe me pyet ndonjë hoxh, ndonjë dietar rreth tyne, sepse ka nevojë shumë me e shfrytzu këtë kurreshtje të madhe të fëmijëve për edukimin e tyre. Po ashtu vëllezërit nderuar, kjo moshë karakterizohet edhe me një zhvillim tjetër, e që është zhvillimi i madh gjuhësor, fëmijëve se i lidh fjalët, din me formu fjali, din me tregu, fillon me në atë formën e tina, me tregu se çka i pëlqen, çka si pëlqen, me tregu se çka bën prindi në shtëpi, me tregu për sjelljet e prindit, qofshin të mira apo edhe të këqija, ndaj ajo fjala është shumë e njohur se çka ka shtëpia, tregon fëmia,
ndaj duhet patjetër që në këtë periudhë me u mundu me e shfrytzu këtë për shpejtim të madh gjofsor taj dhe nxënje të madhe përmes të fjalëve, edhe në nxënjen përmes të librit të Allahut Azza wa Jall, leximit të Kuranit, leximit të sureve, dhikrit me mëngjesit e të mramjes, para se me hyn shtëpi çka me thon, doas, pastaj para se me hyn banjo, pasi dalëm prej sajna, dhe lutjet e përditshme me u mundu në maksimum me ja përsërit gjatë ditës, apo edhe me ja shkru afër derës të banjës, që ai me i pa edhe me i përsërit ose ajo. Ndaj në këtë periudhë mundon shumë me e shfrytzu kapacitetin e tyre të madh për kopjen e gjërave përmensh, në ato që i bën dobi në dunja në ahiret, e që padyshim libri Allahut Azza wa Jall edhe lutjet. Ndaj shumë prej prindve tonë thonë se kemi shku te hoxha, po në këtë periudhë apo na ka mësuar nana surën Qul huwallahu ahad, apo surën Fatiha, apo ato lutjet që i kanë bërë pleqton lutjet e shkurta, krejt këto e kanë marrë në këtë periudhë 3 deri në 6 vjeçare dhe i kanë mësu. Thonë djetarë për i ty në Ibn Qayyim, në gjasën kjo periudhë që kursa ajo toka e tharë, që është shumë e ejtur për ujë, dhe çdo farë që mbillet të pas ujit, ajo vese bihet prej saj. Ndaj më mundu njeri në këtë periudhë sa ma shumë me e shfrytzu për hajër. Po ashtu edhe mësimi i gjuhëve tjera është periudhë shumë e favërshme, që fëmia në këtë periudhë me i marrë gjuhë tjera 5 deri në 6 vjet, me u mundu që edhe ndonjë gjuhë që i nevojitet, e veçanërisht këtu në vendin e ju, që nevojitet për përgatitjen në shkollë klasë të parë gjuha gjermane, me u mundu me shfrytzu këtë periudhë që fëmia me dalë dhe me u shoqënu me fëmijë tjerë që e flasin gjuhën e vendit, e me pas të lehtë pastaj edhe kuptimin e detyrave, kuptimin e mësimeve që i morën në shkolla. Po edhe në vendin tonë Kosovë, kjo periudhë është e mirë që fëmijët me i përzi me ata që din një gjuhë tjetër, qoftë angleze, arabe, e kështu me radhë, e që është shumë lehtë me e mësu. Nëse prindin ti një gjuhë të huaj, është mirë me i folë ndonjëherë në gjuhë tjetër, sa për me ja lehtësu fëmijës këtë periudhë me kapjen e një gjuhës tjetër. Po ashtu, vëllezër nderuar, kjo periudhë karakterizohet edhe me zhvillim emocional. Fëmijëve se din me tregu në këtë periudhë se çka i mungon, çka po don, çka e pengon, kur t'ja merr lodra dikush din me tregu se e ka marrë, e ka shty, ka thonë, e kështu me radhë. Ndaj këtë zhvillim të madh emocional do t'jemi me ta sa ma afër për me përgatit për jetë. Padyshim se shumë prind duke qenë ngarkun puna, ngarkun me streset dunjas, me ngarkesat të ndryshme, një farë forme ose tjetrën e largon fëmin prej vetës, lodhet shumë të tonë në nërë punë, dhe kur vjen në shtëpi i kërkon me lume të, se i mungon padyshim baba së nana, dhe mos afrimi i fëmijëve e shkatron aspektin emocional, e bën të pasigurt, e bën të pambrojtur në një mënyrë. Ndaj edhe pse jena të lodhur, kërkohet këtë periudhë me gjetë kohë ma shumë për me nejt me fëmijën, me ja jap kohën, me dalë, me shetit, me shoqënu me të, në mënyrë me më bëni një lloj shoku ose shoqe për të, që ai mund je i lirshëm, pastaj me tregu për çdo breng që e ka, dhe jo më mbyll në aspektin emocional në vete, e që shkakton kriza të mëdha të fëmijëve, e që në shumicën e rasteve këto pasoja ndihen në adoleshencë, kur fëmia futen në rrugë të këqija, e shkaktari i madh është se nuk e ka gjetë qetësinë shpirtërore
afër prindve. Ndikon 98% të rasteve, sipas statistikave globale që merren me rastet e studimit të adoleshencës që janë futur në përdorim të drogës apo edhe në vjedhje, vrasje të ngjashme, janë prej atyre familjeve që prindrit si kanë kushtu vëmendje apo si ka pas prindrit dhe është eduku larg tyre. Ndaj më mundu, sot keni mundësi që me lujt në këtë periudhë me ta, mundia ata se janë të vlefshëm, çdo gjë që e bojnë, mos me mundu me lu rolin e policit, por me e përmisu gabimin e tij me një këshill që në herën tjetër vepro kështu. Thot Enes radiallahu anhu, më ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moshë të vogël me ja marr disa gjana në shtëpinë e tina, edhe të shku rrugës si kum taku shokët e mi, jum ul kum lu me ta. Më ka prit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ardhur mas një kohë, më ka gjetë duke lujt me fëmijë dhe më ka thonë: o Uneis, është ismë të zghir i Enesit, emën për gdhel, si thojnë, për fëmijët e vogël, pse s'ke shku me e marr ato që të kërkova? Sa ato i dërgunë i Zotit, jem ul me loz me fëmijët, me shok. Pastaj pejgamberi alayhis salam më thotë që loz me ta, kur të krysh, shko dhe merr ato që të kom kërku dhe mas jall. Jo në aspektin që me i bërtitet, asë nuk më bërtiti, asë nuk u sjell me arrogancë, por u me edukojnë në mënyrë të mirë që dohet me kry ato që është ngarku me të, por pa e lu rolin e policit në aspektin e ndëshkimit, pasi që kjo mën me non pasojat mëdha. Është shumë normale dhe dohet me gabu fëmija në këtë periudhë, dohet me lujt, dohet me vrapu, dohet më ngacmu me fëmijë tjerë, nëse s'ka kësaj lloj fëmijërie, nuk është sot dohet i përgatitur për jetë, por edhe kur të rritet i mungon shumë fëmijëria, ndaj dohet me lana me shfrytzu fëmijërinë e tina, por duke i përmirësu gabimet me këshilla që i bojnë dobin të ardhmen. Jo me ndëshkim, jo me rrahje, edhe jo me lanë fëmijën Allah na ruajt, që mundje sikurse një lloj kriminali në kuptimin se çka do të vepron e bën gabim, por më mundu në mënyrë të mirë me e përmirësu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë, përveç që qëndronte afër me nipërit e tina Hasanin dhe Husajnin, jashtë kohës kur nuk ishte ngarkuar me punë, ai edhe kur ishte në namaz i lejonte me loz në shpinën e tina. Hasani dhe Husajni kanë loz në shpinën e pejgamberit më gjatë dhe nuk ja prish këtë lojën e tyre, i lente ashtu derisa ata ta mbaronin lojën mbi shpinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kjo për shkak se krijon afërsi të madhe me ta, ndihen mirë, ai falet ka pak afër teje, ngritet vrapon përsëri kthehet, e loz me fytyrën tonë, me gishtin, me kështu me radhë, por gjitha këto e bojnë që mundje i afër me ty dhe mundje i lirë shumë sjellje, sepse një prind që ushtron një farloj dhune në familje, apo lun rolin e një polici ndëshkues, krijon pasigurit madhe të fëmijët e vet, e pastaj për çdo gabim që e bojnë, ata nuk tregojnë, ndoshta gabimi shumë fatal që duhet me ditë baba apo nana, por e mshefin e që mund me i kushtu prindit pastaj me veprime ligjore, Zoti na ruaj. Po ashtu në këtë periudhë fëmijëve se fillon me e zhvillu shoqërinë. Pas moshës 3 vjeçare fillon me u taku me fëmijët e tjerë 4, 5, 6 vjet, edhe me i ndo lojat me ta, me i ndo gjërat me ta, me shku në shkollë së bashku me ta, me kthy me ta, me qëndru në këpsht me ta, me orë të tëra, dhe duhet patjetër që prindi gjithë këtë periudhë me e vëzhgu sjelljen e fëmijës të vet. A është fëmija shumë vetjak, apo i ndon gjërat me tjerë,
nëse është shumë vetjak me mësu që është prej sjelljes mirë edukatës, na mëson Allahu, Zoti e don ato që i ndan lojen me ato me fëmin tjetër, nëse të sot e gëzon një njeri, një fëmi, një shok, apo një shoqe në kopsht, Allahu ka me të gëzu me begati tjera. Kujtoj disa djetarë që i mësejshin fëmijët e vetë me dhanë sadam këtë mosh në ditën e gjumar, ja jepshin parët fëmijëve dhe i theshin dërgojnë në atë sanekun e xhamis, vendosi ti se Zoti ka me dhanë shumë pare, për shembull japke një euro apo 2 euro dhe pastaj kur shkeken shtëpi ja bëjke një dhuratë në vlerë 5 ose 6 euro që me stimulu fëmin me dhanë, e që Allah Azza ty t'jep e dan, e me i fol këtë formë, me jam mësu bujarin, me jam mësu sinceritetin, mos me leju me gënyu, me tragu për pasojat e gënjeshtrës, e të ngjashme pasi që ndoshta me fëmijë tjerë në shkollë apo në kopsht fillan me i morë do edukata që ti s'ja ke dhanë, jo të mira dhe mu mundu me i bot dallimin mënyrën më të mirë, në gjuhën që e kupton, prej të mirës dhe të keqes, neve na shë Zoti, na dën Zoti. E kujtoj një dietar në vendin ku kam mësu në Jordani, fëmijë që ishin këtë mosh, i mësonte se nuk duhet me vjedh, nuk duhet me gënyu, e kështu me radhë. Pastaj i sprovante nga pak, i thoshte kush prej juve po ma sjell pa e ditë prindi tina për shembull 1 euro prej shtëpisë. Shumica atyne që e kuptojshin si ç'dohet, thoshin jo, kjo është hajni, nuk lejohet, ti na ke mësu që nuk duhet me vjedh, nuk duhet me rrejt, e kështu me radhë. Dhe ata që gabojshin i mësonte se kjo gabim, pro kanjëherë duhet një praktikisht me shfrytzu këtë periudhë, mi dhon pak përgjegjësi, edhe me përmisu në gabim që e bën për ato që përgatitet për të nesërmen, për moshat më të mëdha, e që nëse si rrim gati në këtë periudhë, me ru prej gënjeshtrës, me ru prej asoj që me konë veç për vete, apo edhe mos mi ndohet gjanat me tjerat, apo edhe me marrë diçka, apo atë dijen e prindve, mundet me i kushtu shumë të ardhmen. Një herë e përcjellsha një gjyq që për një njeri në Amerikë që gjykata e dënoi me vdekje. Edhe në ditën që e dënoi me ekzekutim me vdekje, ishte prezent edhe nana e atij djalit. E pastaj tha, a ki me thonë e gjo? Ai djali tha po, ato që du me thonë është që njerëz me mësu prej gabimit tem, nana jam, ka mësu me vjedh, thoshte shko me rë bicikletën e filanit, kujshis, dhe kur e merr shone, për krah të shumë në këtë gjo, e shko me rë këto, dhe këtë deri so kam arrit në këtë shkollë, që më fund në shtëpiat njerëzve me vra, me plaçkit, dhe me marr pasunin e tyre në mënyrë të paligjshme, e që thot, fajin për krejt këto e ka nana jam që më ka mësu kështu. Ndaj çdo gjë që fëmija në këtë periudhë mëson dhe mishrohet me të, mund me pas pasoja kur të rritet, kur të është veç se i përgatitun për jetë. Tjetër gjë që duhet ta kemi parasysh është edhe roli i prindit që duhet jetë, edhe pse folëm disa aspekte për rolin që e ka prindi, por një detajim pak më i madh është që më mundu me jep shembull praktik më shumë se teorik. Fëmia nuk është që kupton sa duhet, ngjason pak sa me moshën deri në 3 vjet, për shkak se nuk ka mendje të mirë fillt për me i kuptu gjanat që duhet, por kopjon çdo sen që sheh. Nëse na sheh fëmia duke nejt me libër, e merr një libër dhe e shfleton. Nëse na sheh fëmia duke bo bismillah kur të ngrojmë bukë, apo alhamdulillah kur e mbarojmë bukën, do të veproj kështu.
e njëjta gjë nëse na shën duke pi ujë ulur, do të pi ashtu. E njëjta gjë është në sjellje me tjerë të veçanërisht me gruan, nëse sjellësh but me ta mirë, nuk i përleshje para tyne, do të jenë edhe ata që vlerësojnë shumë nanën dhe sjellen mirë me ta. Por unë azot me kone kundërta, mën me qenë fatalitet edhe sjellja e fëmijëve karshi nanës së tyre ose edhe babës, nëse nana ka sjellje të keqe ndaj babës. Ndaj kjo periudhë është që një mend që ka shë fëmija e praktikon 100%. Edhe shumë ma shumë ndikon vepra se fjala. E më veçantë përdorimi i telefonit. Nëse na vazhdimisht të përdorim, do të jem shkaktar që fëmija jonë me përdor telefonin dhe mos më largu prej tina. Po nëse ruhem në përdorim të telefonit në prezencë tyne, nuk do t'i shohum ata që e kërkojnë telefonin asnjëherë, sepse nuk kanë shembull praktik para syve që e mëson ndryshe. Ndaj me u mundu që mos m'ia lëm fëmijës telefonin këtë periudhë, se është një lloj borllogu informativ që e merr fëmija prej atyne pamjeve të shëmtuara, e nuk është mirë që një besimtar që beson Allahun dhe ditën e fundit m'ia lën edukimin e fëmijëve të vet, kinezëve, japanëve, njerëzve pa fe apo krishterëve të tjerëve, që prej mira kilometrash ata me ndiku në edukimin e fëmijëve tonë. Ndaj me urujt në këtë aspekt shumë dhe me qenë shembull praktik. Po ashtu, mos me ngrit zërin ndaj fëmijës kur ai gabon, mos me i bërtit, sepse brima në këtë periudhë nuk është që e lun rolin siç duhet, por vetëm fut frikë të madhe dhe shqetësim të madh të fëmija. Fut panik, bëhet i pasigurt, dhe pasiguria në këtë moshë mund me i kushtu shumë, qoftë në aspektin e zhvillimit emocional, qoftë në aspektin e zhvillimit shoqëror, apo edhe intelektual në të ardhmen, ja humb sigurinë, edhe nesër nuk ka guxim me fol para 5 njerëzve apo para 10 njerëzve, e lera para një mase 100 apo 200 njerëzve, nuk din mi lidh dy fjalë, nëse hin me hulumtu pse ndodh ky shkak, është vetëm se ju ka humb siguria në moshën e hershme. Kur ka mujt me i shfaq talentet, është prit jo mirë për i prindve, apo është bollizu Allah na falt, me ecjen, me folnjet e tyne, zakonisht fëmija në këtë periudhë nuk mund me i shqiptu disa fjalë siç duhet, dhe çka bojnë të rritnit, e shtramojnë, e imitojnë, në të shprehje dhe ai ndjet shumë keq. Që s'mon mi thonë, disa fjalë s'mon i thotë siç duhet, dhe nëse bollizohen këtë periudhë, është shumë shkak i keq që ndikon me u prish në aspektin shpirtëror fëmija dhe më mbyll në vete. Pasi që ngritja e zanit dhe kërcënimi i fëmijës nuk e lën rolin siç do në këtë periudhë, ai s'din me kuptu këta. Pastaj ndikon shumë negativisht tek fëmija. E treta gjë, më mundu me i kushtu kohë të madhe, sepse në kjo periudhë karakterizohet me kohë të madhe. Gjithë ne që tash vese një periudhë të kohës jetojmë jashtë vendit, e shohëm se si ata që nuk kanë fëmijë i kushtojnë dhe mojnë kafsh, i kushtojnë kohë të madhe kafshëve. I shohëm në për rrugën me nxesin e hershëm, se e merë dhe shëqnën qenin apo macën apo që do që mbon në shtëpinë e tina. I kushton kohë. Nëse ata po arrin me i gjithë kohë, mas gjithë asoj lodhje dhe ngërkese që e kanë kafshëve, na do të me qenë ma parsor me i kushtu kohë fëmijëve tonë. Pasi që feja jonë e ndalën që njëre më marë me orë të tëra, me kafsh dhe me harru edukimin e fëmijëve. Por këta shumica tyne Zoti drejtohem në Islam në punë të mira, janë që merren me kafsh dhe nuk merren fare me krijimin e familjes apo me pas fëmijë.
ndërsa ne nuk do të bim këtë gabim. Me mundu të paktën 1 orë apo 2 orë në ditje me ja kushtu intenziv fëmijës, pasi kjo është periudhë që ai krejt atë kapacitetin e vetë që e ka, e shfrytëzon. Kene pa që lodhet atë shumë, sa që ndoshta ka gjumin në tepi, ndoshta ka gjumin në kuzhinë, për shkak të lodhjes të madhe që e ka dhe mundohet krejt kapacitetin që e ka me ta tregu. Qoftë në aspektin fizik, duke vrapu, duke djersit, qoftë në aspektin e shprehjes, fol fjalë lidh, mundohet me tregu e kështu me radhë, e duhet me lanë me u shpreh dhe me gjetë kohë për ta, për me në mënyrë me ja plotësuar normën që i nevojitet me pas ndikim baba dhe nana të fëmijës. Arsëtimet e shumta që i gjejmë prej prindve janë që nuk kemi kohë, po lodhemi e kështu me radhë, por këtu nuk janë që në arsëtojnë ditën kur dalim para Allahut azza wa jall. Pasi që pejgamberi alayhis salam na mësonte që ati që mja dhanë së cilit hakun që i takon. Në hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit, që kur ankohet baba i tij te pejgamberi alayhis salam se nuk është duke ja dhënë hakun familjes, pejgamberi alayhis salam thotë flaj një pjesë natës dhe një pjesë tjetër ngritu. Agjeron një herë të honën dhe tajten dhe ditë tjera mos agjero. Pastaj lexo Kur'an një pjesë, një herë bën e hotme, s'pakun 3 ditë. Pastaj thot ati dhe kulli haqqin haqqa, jepja së cilit hakun që i takon, edhe grupës, edhe fëmijëve, edhe prindve, ndaj me mundu me ja u dhon hakun sot kena mundësi, e veçanërisht që në ato lojra që ata i dojnë dhe disponohen me to, me e shfrytëzu në maksimum edukimin në këtë mënyrë. Po ashtu me e lavdru për çdo veprim që bën. O fjala për veprimet e mira, me e lavdru, me thonë shumë mirë ke bo, shumë i mirë, mund me arrit shumë ma shumë, i inteligjent, se kjo krijon siguri taj. Edhe përkrahja e prindve është shumë vendimtare që ai me vazhdu me u zhvillu. Nëse mëson një sure, me ja dhon për shembull 5 euro që me e stimulu. Ai nuk e kupton sinqeritetin këtë moshë. Nuk e din se çka është njeti, pse do të më bën jetë, moshë tjetër pastaj kur fillon adoleshenca, atëherë ulëm dhe flasim me të ndryshe. Po kjo periudhë karakterizohet me mos kuptim të thellë, andaj me mësu që nëse mëson edhe një sure, kemë të dhonë kaq pare, apo nëse mëson gjatë javës 2 sure ose 3, në fund të javës kena me shku te lodrat, kena me shku në pishinë, apo ndonjë vend që ai argëtohet shumë dhe ka shumë e qef, po këto me lidh me ndonjë sukses tina, dhe jo me qenë gjithë kë shpenzim i kohës pa ndonjë sukses prej tij. Ndaj më mundu me e përkthyn këto në mësimin e librit të Allahut azza wa jall, sepse është shumë e nevojshme ato sure që i mëson këtë kohë, kur mos e harron. Plakët dhe nuk e harron. Kemi pa pleq që surën Yasin, që është 6 faqe, e kanë mësuar këtë periudhë para se me hyn me i tep thoshin në moshën 5-6 vjeçare, edhe e dishin si Fatihan. Edhe pse është e gjatë, por mësimi për me këtë periudhë në gjason me njëri me marë dhe me shkru në guri, me gdhen në guri. Ajo nuk shlyhet. Ndërsa mësimi në moshë të vëndshme pas 10 o 6 në gjason me shkrimin në borë. Po një djelë me i ra, ajo shkrijet dhe humpës në asë një gjumë. Ndaj më mundu këtë periudhë me shfrytzu. Po ashtu kërkohet disa metoda me i pas parasysh. E para prej tyne është komunikimi me fëmijë me qenë i butë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana." Nuk futet butësia në një gjë veçse e ndrejsh e bën siç duhet. Me qenë i butë.
sa më i butë me të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i butë me Ibn Abbasin në këtë periudhë, ishte shumë i butë, i mësonte gjëra e afrante rreth vetit, i thoshte mja përgatit ujin për avdes, me i qit ka merr avdes, pastaj shkonte edhe fali kur ishte te holla e tina me Munja radiallahu anha. Ibn Abbasi fali, thoshte i dilsha nonën e majt, më kapke për veshëm që të ke nonën e djath, e pastaj thoshte kur u afresha nuk e zgjaste shumë, e shkurtonte namazin dhe lutej shumë për mu, Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil, o Zot bëna faqih të umetit, mi kuptu gjanat, jurist këti umeti dhe mundse me kuptu fenë si çdot. Zotën është bërë turxhumanul Kur'an, që ka thonë Omeri, i e ti përkthyesi Kur'anit për neve, dhe pse Arabët të kanë ditë mirë gjuhën arabe. Omeri veçanërisht të sahabët të mëdhenj, por kanë pas nevojë për kuptimin e Abdullah ibn Abbas, e që në moshën 13 vjeçare, Omeri e futi Ibn Abbasin në atë këshilltarët e ngushtë që i ka pas. Në këshilltarët më të ngushtë e futi edhe Ibn Abbasin, e që e pyet sahabët të mëdhenj për surën idha jaa nasrullahi wal fath, në surën Nasr, se pse ka zbrit kjo surë. Kjo ka ndodhur për shkak se sahabët i thonë edhe na kena fëmijë si këtë moshë 13 vjet, po nuk pi marrëm në mezhliset dijes, mezhliset këshillit, thot pse pe afron këto. Omeri thot do t'ju tregoj se pse, pastaj e bën një provim dhe i pyet sahabët se pse ka zbrit surja Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Disa prej tyre thonë kjo surë ka zbrit me tregu për gëzimin e madh që ka ndodhur muslimanëve kur u çliru Mekka, e disa tjerë thonë kjo surë ka zbrit për më na mësu të spihin edhe madhrimin e Allahut pas çdo fitore, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, madhru Allahun edhe kërko falje prej tina, më na mësu këto gjëra. Ndërsa Ibn Abbasin kur e pyetët se pse ka zbrit kjo sure, thotë kjo tregon se pejgamberi sallallahu po vdes dhe po del prej kësaj bote, njerëz po futen fe grupe, për kryen misionin për të cilin ka ardhur, dhe kjo sure lajmëron vdekjen e tij. E pas 2 vjetë të zbritjes kësaj sure, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vesë ndron jetë. Dhe i më mënun këtë periudhë me e shfrytzu këtë aspekt, me afru më falë, nëse të ik namazi me xhamati akshamit apo yatsis, me marr afer, më falë, me zo, me ditë çka po thon ruku, çka po thon sejdë, shumë i ndihmon fëmijës për me kuptu formën e namazit, me kuptu shprehjet që thuhen namaz, me kuptu qasjen që do të me pas besimtari kërshi namazit e në gjashme. Po ashtu më mundu që në kohën kur dojnë me flejt, me ju tregu tregime. Allah Azza wa Jall kur flet për rëndësinë e tregimeve, thot laqad kana fi qasasihim ibra. Vërtet ka pas në tregimet e pejgamberëve të Allahut dhe njerëzve që më përmend në Kur'an mësime li ulil albab, për ata që dojnë me meditu. Ndaj me i tregu tregime për Jusufin a.s. fëmijëve, se si ka pas disa vëllezër, e çka ka ndodhur me ta, që ka dashur baba, e kështu me radhë. Pastaj më tregu tregimin e Ajubit, sabrin e madh që ka pas, tregimin e Ibrahimit, flijimin për Allahun, që kanë qenë gjendje me dhona dhe djalin, po mënyrën që i vogli e kupton, tregimin e Ademit a.s. Po ashtu, siç e kemi përmendur edhe një herë, është një libër 365 ditë me pejgamberin a.s. Çdo ditë me ta, me marr, çdo ditë me lexu, ka një tregim që ka vepru pejgamberi, sa me ja tregu sa e don më shumë pejgamberin, pastaj kosheh më bo si ai, e kur i tregon se krejt njerëzit e dojnë më shumë se veten, pejgamberin a.s. dashuria e tij shtohet. Pastaj kur e pyet se a e don ata, thotë e du më shumë se veten, e kështu me radhë. Ndaj më munu me mishnu me mësime fetare, sepse kjo periudhë është shumë domethënëse për fëmijët. Po ashtu më munu me mësu disa rregla të përgjithshme si merret avdes, për me përgatit
sepse pej mosës 7 vjeçareve çdo të më fut namaz, me mësu qysh me thonë suret, qysh me i rëndit, që me thonë rukun, sejde, mu mundu me mësu vazhdimisht për me përgatit për namaz. Po ashtu me i dhonë disa detyrat vogla, rregulloj lodrat, rregulloj dhomen, sjellë pijatën, merë këtë gotë, që me mësuaj me qenë shërbim të prindve tina, dhe me mësu me qenë i dëgju shumë ndaj tyre. Krejs fundi, pasi që është gjatë pak, janë disa gabime që bohen pej prindve në këtë periudhë, më mundu me u largu prej tyre. E para është qortimi ashpër apo edhe përdorimi i dhunës. Fëmia prej 3 deri në 6 vjet se kupton dhunën, se kupton ngritjen e zanit, s'mund me perceptu këtë sjellje, dhe më mundu me kursy për kësajna, vetëm se krijojnë frikë, panik të aj dhe pasiguri, e që ndikon shumë negativisht pastaj në jetën e tina, siç e thash më herët, nuk kanë gjendje më me i besu vetës, ose me besu që mund me bëj diçka me jetën e vet. Ndaj nëse e shërtojmë me ashpërsi, ndikojnë me e shkatru në aspektin e brendshëm. E dyta, me u largu prej krahasime. Zakonisht prende krahasojnë me fëmijët e tjerë, që fëmijët e filan familjes janë kështu, po mësojnë zot, ju s'po bëni, ju s'po ngoni, ju kështu, apo fëmija i madh po mëson ti ke me të mrapa, krahasimi e shtin me pas shumë lef. Dhe pastaj me ja marr fort inati vllaut vet apo motrës vet apo shokut vet e kështu me radhë. Ndaj më mundu më u largu prej krahasime, mos me krahasu fëmin me tjerë, përkundërzi me motivu. E treta është tallja, apo me ecje, me fjalë, me bullizmi i tina, më mundu mos më tall, mos më bëj hajgare me ta, me lën mos shpreh qyshaj është natyrshëm, sepse pastaj fillon më bë falc, fillon me bë veprime që arrin kënaqësinë tane, dhe jo kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Pastaj fillon me jetu një jetë që ty të përshtatet, jo që ai vërtet është i bindur ta. Sa prind janë fetari, kanë fëmijët fetar para syve tina. Nëse prindi shkon numre, fëmija shkon diskotekë. Pse ndodh kjo? Sa i fetarin e ka veç para babës. Ndërsa në vërtet, jeta e tij reale është diskoteka, janë klubet, është jeta e natës, e kështu me radhë. Ndaj mos më mundu me bo kështu fëmijë, që para ty e vendon ndoshta shamin, vajza, ndërsa pas teje aja e largon, apo fëmija para teje falet, pas teje si bjen men për namaz, apo shkon edhe rrugëve tjera të këqija. Ndaj më mundu me qenë sa ma i drejt me ta, dhe me jam mësu që drejtësia është duke të regu ti qysh je, dhe jo qysh do une me konti. Por kjo arrihet nga dalim. Po ashtu mos me kërku prej fëmijës me kon perfekt. Kjo periudhë s'është që mu perfekcionu fëmija, 3 deri në 6 vjet, ai duhet me gabu, gjithçysh duhet me gabu, dhe jo me kon perfekt. Sepse ne të rriturit si jemi e lërë më fëmijët, ndaj më mundu që gabimet që i bujnë me i përmisu me praktik dhe pa i qortu. Dhe e fundit që kisha përmend është që kjo periudhë me u shfrytzu shumë në përmirësimin e tina praktik dhe jo teorik, sepse është periudhë shumë e rëndësishme në formimin e tij intelektual. Ndaj çdo gjë që është teorike dhe praktika jote e thot kundërtën, të fëmija krijon nifaq, syfaqësi. Nëse i thon falë, dhe ty s'të të falë. Nëse i thon mëso sure, ty s'të kur me Kur'an dorë. Nëse i thon mos rën telefon, ti krijon një fëmijë munafik. Ai për atë ka me kop Kur'anin, edhe ka me mësu një sure, edhe ka me falë, po mas të ka me konë qysh jeti realisht. Sepse vepra jote ndikon më shumë se fjala jote, dhe e nësë Allahun me shemë prej atyne që mënu me eduku si çdo të, më bë shambuj fëmijët tonë, dhe me bë gjenerat që e kthen lavdin e islamit, e kthen vendin e kësaj feje ku i takon. Allah na mundësoj që prej neve me dalë djem e vajza që adhurojnë Allahun, e kthejnë
zbatimin e fesë të Allahut në praktik dhe gjykohen me ligjin e tij sa të kanë jetë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.